koalicioni blen pjesë të pushtetit e kurrizojnë si arritje historike sjelljen e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Atë që nuk e bëri BDI për 20 vite, sipas tyre vlen po e bën për 2 vite. Çka është duke bën vleni? Është duke sjell një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Edhe atë ligj e ka hartu kundërshtari i gjuhës shqipe, pikën 13. Shifni këtu pikën 13, Tanja Karakamiseva. A vëshë kush ai nicus kundër ligjit për përdorimin e gjuhës? Tani unë më herët e përmenda zotin Sulejmani Niti tha pse po e quani ligj të Karakamishevës se nuk po e quani ligj të Shasivarit. Shiko, edhe Mersi Maksuti ishte pjesë e grupit punus, edhe jeton Shasivari. Mersi Maksuti dul publikisht që mos turpnohet, që ta ruaj dinjitetin e vetet familjes tij. Tha ky ligj nuk rregullon asgjë. Ky ligj na kthen mbrapa. Edhe tha jap dorëheqje. E tash dikush pranon që qëndrojnë në hijen e Karakamishevës, dikush ka dinjitet, ka karakter, ka kurriz, s'don ta përlyj emrin e tij e të familjes tij. Prandaj është ligji i Karakamishevës. Këtë le të harrojnë, gjitha informacionet i kemi. Kush e ka hartu, si e ka hartu, debatet që i kanë bërë brenda në grup punus, gjitha i dim. Po çka është me rëndësi? Në pikë pari ligji është i Tanja Karakamishevës, albanofobe. Besoj se këtu s'kemi dilemë. Jo, absolut. Unë e ti, në rregull. Çështja e dytë. Ligji për përfaqësim drejtë dhe adekuat asiguron kuota etnike?